sa mendon që tifozët janë të përgatitur sa do të ndikojnë pozitivisht të themi në paraqitjen e ekipit sot? Sepse normalisht mbështetja është kjo themi edhe një plus për kombëtarë, meqense ndeshja është në vendin tonë, pra është në stadiumin e Kosovës. Natyrisht, po varet shumë çfarë tifoz do jenë. Do jenë tifoz me kollare, tifoz tamam të kombëtarës Kosovës. Sepse na jemi mësuar që kur vjen puna te sukseset, me u krenu me suksese, ka shumë tifoz me kollare. Cilë prej mos punës tyre Kosova në vitin 2026 ka vetëm një stadium i cili plotson është në kategorinë e 4 të UEFA-s dhe FIFA-s që i plotson me luajtje ndeshje evropiane. Unë sinqerisht isha ndjetur punu marrë në këto momente. Me paket ndeshje. Po, për atyre që janë vendimarrës historikisht pas lufte, kushdo që ka qenë pozita vendimarrëse. S'po bëj dallime, por le të mbetet në ndërgjegjen e tyre. Natyrisht Kosova ka tifoz djartë, por stadiumi është shumë i vogël, na duhemi me kuptu. Luajmë kundër një kombëtare e cila njihet që ndoshta ka tifozërinë më të zjarrtë në botë. Domethënë, jo vetëm në aspektin kur luan kombëtare apo në nivel ekipi. Nëse shikojmë Galatasaray në Ligën e Kampionëve kanë poshtë gjiganta të futbollit evropian vetëm normale, cilësia po për shkak të mbështetjes madhe të tifozëve. Por anash tifozëve, unë mendoj që presioni është i madh te Turqia, për shkak se nuk janë kualifikuar në botror prej vitit 2002. Është dikon 24 vite. Domethënë presioni është shumë i madh, sepse nuk është befasi nëse Turqia poshtë Kosovën. Befasi është nëse Kosova poshtë Turqinë dhe presioni ato ballinat e gazetave do të mbusheshin me dështimin e Turqisë në anën tjetër sukses historik i Kosovës. Presioni është vazhdimisht te Turqia. Kjo për shkak se kanë atë tre individ që luajnë në nivelet më të larta të futbollit, është Kenan Yıldız, lojtari më i mirë i Juventusit, Arda Güler, njëri pelotare më të mirë në botë, edhe kush është Hakan Çalhanoğlu, i cili luan te Interi, që është mesfushori ndër më të mirë në futbollin evropian vitet të fundit. Edhe nëse këta poshtë tash gjithçka është online. Nëse futesh edhe shikon çmimet në Transfermarkt të lojtarëve të Turqisë, këtyre yjeve dhe të Kosovës, jam i bindur që këta tre kushtojnë më shumë se krejt kombëtarja e Kosovës. Po, në vlerën e transferimeve. Gjithmonë presioni do të jetë në anën e tyre, po na duhemi me bëu maksimumin që sonte mos me qëndru në karrierë askush, me bërti gjatë ton kohës edhe mi përkrah këta djemë, sepse këta veç e kanë bëu historinë. Pa marrë parasysh humbim ose fitojmë sonte, historia është kru. Kjo është e rëndësishme që pastaj